Dy studio arkitekturore ndërkombëtare u shpallën fituese të konkursit ndërkombëtar për shtëpinë e re të fëmijëve dhe kompleksin e ri të inspektoriateve shtetërore. Kryeministri Edi Rama ndau pamje nga projektet fituese të dy studiove prestigjioze nga Meksika, Taylor Hector Barros dhe Roy Kid Architect, të cilat morën pjesë në konkursin ndërkombëtar të organizuar nga Korporata Shqiptare e Investimeve. Juria ndërkombëtare vlerësoi se edhe pse secili prej projekteve kishte tipare shumë të mira arkitekturore, asgjë prej tyre nuk ishte plotësisht i suksesshëm në trajtimin e të dyja komponentëve, shtëpisë së re të fëmijëve dhe kompleksit të ri të inspektoriateve shtetërore. Ndaj juria vendosi të shpallë fitues studion Taylor Hector Barros për projektin e kampusit të fëmijëve dhe studio Raikord Aquaves SC për kullat shumë funksionshë. Juria vendosi të dy projektet të zhvillohen në bashkëbisedim me një zhvilluesi të vetëm, ndërsa hartoi edhe një grup rekomandimesh drejt fazës zbatuese. Projektet fituese u përzgjodhen mes propozimeve vlera të spikatura arkitekturore urbane mbi të gjitha sociale. Ato janë pjesë një vizioni më të gjerë për zhvillimin e infrastrukturës publike ndaj partneritetit publik-privat. Këto projekte synojnë të krijojnë kushte moderne dhe dinjitoze, veçanërisht për fëmijët në nevojë, si dhe hapësira funksionale për administratën shtetërore.